Ministria e Mbrojtjes informon se gjatë 24 orëve të fundit në territorin e vendit janë raportuar 33 vatra zjarri, nga të cilat 6 vjojnë aktive dhe 10 mbahen në mbikëqyrje. Për menaxhimin e situatës janë angazhuar në total 214 forca operacionale dhe 30 automjete zjarrfikëse. Operacionet janë mbështetur nga forcat armatosura me 60 efektiv, 3 automjete zjarrfikëse, 1 ekskavator të rënd me zinxhir, 3 helikopter dhe 2 avion air traktor. Angazhimi operacional vjen në disa qarqe me fokus të veçantë në Tiranë, Dibër, Lezhë, Shkodër dhe Durrës. Në malin e Dajtit vjen ndërhyrja ndaj vatrave ende aktive, ndërsa nuk raportohet rrezik për zonat e banuara. Në qarkun Dibër vijojnë aktive vatrat në Ballenj dhe qafë të Helmës, ndërsa vatra në Bërshim mbahet në mbikëqyrje. Në Mirdit vatra në Shtuf vijojnë aktive, ndërsa vatrat në Lufaj dhe Ten janë izoluar dhe mbahen në monitorim. Strukturat e sistemit të mbrojtjes civile në nivel qendror dhe vendor vijojnë monitorimin e situatës dhe angazhimin në terren, me prioritet izolimin dhe shuarjen e plotë të vatrave aktive, si dhe parandalimin e reaktivizimeve. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile vjen të ndjek në mënyrë të pandërprerë situatën në të gjithë territorin e vendit, në koordinim të ngushtë me prefekturat, bashkitë dhe të gjitha strukturat e sistemit të mbrojtjes civile. Kapacitetet operacionale mbeten të angazhuara në terren dhe në gatishmëri për të ndërhyrë aty ku situata e kërkon, me prioritet mbrojtjen e jetës, banecave dhe pasurisë së qytetarëve.